kemi kalimin e drejtuesit të tyre që është venuese tek shenja e tyre. Çfarë do thotë kjo për shenjën e edemit? Deri ditën e premte do të ndikohen hap pas hapi, ose më të themi do të rriten hap pas hapi, që çdo gjë që ata vetë kanë lënë pas dore në lidhje me jetën e tyre personale, në lidhje me paraqitjen e tyre në rast, nëse nuk janë kujdesur sa duhet, edhe për shëndetin është një gjë e vlefshme, deri ditën e premte gradualisht do të fillojnë që ti kalojnë ose ti bëjnë, pra, të kujdesen pak më tepër veten e tjerë. Ndërkohë që duke filluar nga dita e premte tutje, do të kemi një rrugëzim të dukshëm për shenjën e edemit. Do të kemi një rrugëzim në ndjenja, në anën e tyre materiale, vlerësim vërtet shumë të lartë të vetes së tyre, dhe këtu do të kemi një ndriçim vërtet shumë të madh, pra në qoftë se bëjmë punën që nevojitet. Çështja vetëm negative që mund të kemi është se ditën e martët të mërkur mund të shkaktojnë probleme me familjarët e tyre, me prindërit e tyre, sidomos në qoftë se reagojnë në mënyrë të menjëhershme ose më themi impulsive.